Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot po ndaj me ju një nga recetat shumë të thjeshta, plot shije, e përshtatshme për ato raste kur ktheheni në shtëpi dhe nuk keni as bukë dhe as gjell. Pasi kjo është një kombinim që i mbulon të dyja. Fillojmë pa humbur kohë nga përgatitja. Në tigan dështojmë 2 lugë vaj ulliri, 1 qep e prerë holl, do vazhdojmë me 1 karrot gjithashtu e prerë në copa të vogla, 100 gram bizele ose 1 dorë bizele, 150 gram sallam, mund të zgjidhni të preferuarin tuaj, dhe do t'i skuqim bashk. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave në kanal dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të postuar dhe nuk do të humbni asnjë recetë të re. Pasi janë skuqur, do shtojmë 1 gotë makarona të vogla, orzo, kritharaki, sido që t'i quani. I përziejmë dhe vazhdojmë skuqen edhe për pak. Do shtojmë 3 gota ujë. Pasi makaronat që kam përdorur kërkojnë raportin 1:3. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Krip, piper të zi, spec të kuq. Dhe tani do vazhdojmë me 3 gota ujë. E përziejmë dhe e vendosim të zjenjë. Për pak minuta do ta keni gati. Siç e pat, është një nga recetat më të thjeshta dhe ju sugjeroj ta provoni pasi bëhet shumë e mirë. Unë e gatuaj shpesh edhe me makarona të vogla, edhe me oriz, edhe me bullgure kam përgatitur dhe bëhet shumë e mirë. Si ju duket si recetë, pres përgjigjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.